Avokat, do të diskutojmë paga shumë mbi zgjedhjet dhe efektet që këto zgjedhje dhanë në, le të themi, në realitetin politik në Shqipëri. Pra jemi në një realitet post-zgjedhor, menjëherë pas zgjedhjeve është goditur një nga grupet më të akuzuara nga lideri i opozitës zoti Sali Berisha, që është grupi i Shkozetit. Si e vlerëson këtë moment në nisur nga fakti që është pikërisht ky fenomen, domethënë kjo miksturë e politikës me krimin, për cilën opozita nuk resht së denoncuari si një nga faktorët kryesorë që kanë përcaktuar dhe rezultatin e këtyre zgjedhjeve. Si e vlerëson këtë moment? Tani, me thënë drejtën, kjo nuk është një risi, sepse ndërhyrja e bandave, po e themun bandave, në zgjedhje ka ndodhur edhe shumë kohë përpara. Po doni edhe në 2017, 2021, 2013, ndoshta edhe më përpara se sa kaq. Kështu që ka pasur gjithmonë një lloj influencë të këtyre grupeve, le të themi, për të nxjerrë tashmë ose veten e tyre, kurse së fundi kanë filluar në këto 2 zgjedhje të fundit nuk nxjerrin më veten e tyre, më për shkak të ligjit të kriminalizimit, por mundohen domethënë që të sponsorizojnë njerëz të cilët pastaj mbrapa i përdorin si marioneta. Në Kuvendin e Shqipërisë, rasti Çyrbia është rasti më tipik në rastin konkret, duke qenë se është edhe nën hetim nga drejtësia, domethënë. Tani këtu problemi qëndron ndryshe nga herët e tjera, qëndron te SPAK-u, sepse ne SPAK-u griti, le të themi, stekën lart përpara zgjedhjeve, duke krijuar një strukturë të posaçme, e cila do vepronte në mënyrë policeske për, le të themi, për të parandaluar krimin zgjedhor. Është shumë e rëndësishme ta kuptojmë. SPAK-u është një organ hetues. Hetim ka bërë dje, hetim bën sot, hetim do bëjë edhe nesër. Fakti që ngriti një grup të posaçëm do të thoshte domethënë që do donte që të shkonte ta parandalonte, jo thjesht të hetonte mbi krimin zgjedhor. Sepse ti duhet ta parandalosh me qëllim që të mos krijosh një perceptim tjetër ose një majorancë tjetër në kuvend. Fal, avokat, po ka thonë ndonjëherë SPAK që un jam aty për ta parandaluar këtë gjë? Po, ka thënë. Këtë për këtë arsye. Kjo sforcë është për të parandaluar vjetën. Po, për këtë u ngrit. U ngrit që të parandalonte një krim zgjedhor të mundshëm që të mos deformonte rezultatin e zgjedhjeve ose të ishte sa më afër një rezultati, nuk po them perfekt, po të mirë, të besueshëm nga të gjitha palët. Ky është në rasti më tipik, grupi Shkozetit që ti sapo the, është rasti më tipik që SPAK-u ka dështuar. Dhe do ta shpjegoj pse. Ky është një hetim që ka zgjatur disa vite, 4 vite, 5 vite, dhe është nisur më së shumti nga prokuroria italiane, prokuroria Barit. Në datën 1 shkurt të këtij viti, prokuroria Barit ka dorëzuar gjithë dosjen në SPAK. Ka thënë, ne e mbyllim hetimin ton, kemi gjetur personat nga Italia dhe Shqipëria të cilët do duhet të përballen me drejtësinë. Tani pjesën italiane e kemi ne, pjesën shqiptare e keni ju, sepse ata nuk se kanë mundësi domethënë që ta arrestojnë shqiptarën brenda territorit të Shqipërisë. Do duhet ta bëj SPAK-u këtë. Edhe ka dorëzuar në 1 shkurt. Ajo që lëngon shumë ose vle dëshime të mëdha është që SPAK-u i është dashur më shumë se 40 ditë apo 50 ditë që ta çonte çështjen në gjykatë për të marrë masat e sigurimit personal. Çështja e regjistruar në gjykatën speciale në datën 19 mars. Pra, nga 1 shkurti në 19 mars i është dashur gati 50 ditë SPAK-ut, ndërkohë që dosja ishte mbaruar, se ishte kopsitur ku në gjykatë që të kërkonte masat e sigurimit personal. Të që bën tani bazuar në dosjen e hetimore që ka bërë se vetë nuk ka bërë hetime SPAK-u. Ka bërë, po unë po them edhe një herë tjetër, u prit 1 muaj, 50 ditë mbase për shkak të hetimeve. Dakor, më e marr mirë qenë. Okej, ka qenë hetimet përbashkëta, domethënë drejt. E marr mirë qenë këtë. Gjithsesi, fakti që ka shkuar në gjykatë, që aty SPAK-u ka thënë unë dua arrestimin e këtij, të këtij 14-15 veta që kishte. Dhe do të thotë domethënë që e ka kopsitur edhe dosjen edhe SPAK-u. Pra e ka pjekur në mendimin e tij të veprës penale, përderisa e ka çuar në gjykatë ta marrë këtë të dyshimit gjithmonë, po e ka pjekur, dhe e ka çuar dosjen. Gjykata nga ana tjetër, qelloi që i bika Irena Gjokës, nuk ka rëndësi se mund të ketë qenë edhe le të themi gjyqtarja e gatshme në atë moment, se këta i gjejnë dhe kush është e gatshme për ta çuar dosjen, po s'ka rëndësi kjo pjesë. Kjo pret jo më pak po 41 ditë për të dhënë vendim. Nga 19 marsi gjyqtarja Irena Gjoka ka dhënë vendim në datën 30 prill. 30 prill 2025. Pra ju deshën 40 ditë Irena Gjokës për të shfletuar dosjen e SPAK-ut. Edhe kjo ha një debat të madh, shumë të madh, po megjithatë po ta marr dhe këtë të mirë qenë.
S'ka problem. Okay. Nuk i lexonte ato dosjen e lexonte një rresh sot, një rresh nesër, një rresh pas nesër. Të angazhuar për krimi zgjedhor. Po Irina Gjoka s'ka lidhje me atë. Po gjyqtarësh mos s'ka lidhje. Po ne ta morë atë miqën atë. Ajo që çedon shumë në këtë aspekt është s'është marrë si mas për krimin zgjedhor. Pyetja është, përse Spaku kur i ka dalë vendimin në datën 30 prill, nuk e ka ekzekutuar vendimin e gjykatës në hakun kohor të 1, 2 apo 3 ditëve shumëta. 5 është ligjërisht. Po unë po them 1, 2, 3 dhe ka pritur deri në datën 20 maj. Pra dhe 10 ditë pas zgjedhjeve. Pra me 30 prill po thua, po është shkresa. Do të tani shkresa? Jo. Po shkresa. E mbylla. Ta bëjmë pak të e mbylla dhe e di se do të ndohitet. Ka një kakofoni në lidhje me këtë mbarojë. Unë po them ja e mbylla. Dyshimi i arsyeshëm është ky. Në qoftë se ti ke pasur vendimin e gjykatës që shko dhe arrestoi këta njerëz që ti kërkove që të arrestohen. Se ka kërkuar Spaku të arrestojë këta njerëz, pse ti si Spak nuk e procedove këtë vendim gjykate në datën 1 maj, 2, 3, 4, 5 maj. Sepse avokat, pra, në momentin që merret vendimin në çdo rast thua ti zbatohet, ekzekutohet. Rasti konkret është, më le dhe një sekondë të çaj. Rasti konkret, në 9 shkurt u mor vendimi për Erion Veliajin nga gjyqtari Rambani. Në 10 shkurt u ekzekutua. Jo, po nuk është njëjta gjë. Po s'ka problem, ti tani do ta ulësh, unë po them gjë tjetër. Nuk e ul, unë po thjesht do ta saksoj. Po saksoj, më po ta mbyll këtë. Ta ajo që po them unë është që në faktin që ti e ke lënë deri në datën 20, mua më lind dyshimi që ti këtë bandë, të konsideruar bandë sipas Spakut, e ke lënë aty për të prodhuar një deputet apo 2 deputet në Durrës. Po, këtë akuzë ka dhe Berisha. Po. Dhe tani mundet ndodhte që nëse kjo ndodhte përpara zgjedhjeve, 10 ditë para zgjedhjeve, rezultati në Durrës mund mos ishte 8/6 për majorancë, por mund të ishte 8/6 për PD-n. Pra për këtë gjë, ja urdhë vendimi. Vendimi është regjistruar akti. Është regjistruar akti në datën 19/3/2025. Të ngrihen se ka. Sepse nuk e shikoj, mos u ngri avokat sepse nuk ka shu. Regjia. Kjo është se po nuk duhen bërë publike ca gjëra. Jo, s'ka lidhje, kjo është publik ky si akt. Jo, duhet kjo pjesa poshtë vetëm, jo ajo sipër. S'ka lidhje fare. Jo, po nuk lejohet, kështu që është publika i aktit. Jo. Është publik si akt. Ne si media nuk e bëjmë publike këtë pjesë. Nuk duhet sa duhet pjesën poshtë. Nuk duket sa stil. Po, 19 mars është gjykat 30 ashtu 20 primaj ka bërë. Ja kush data po thua. A mund të 30/4/2025. Po, e vërtet është. Tani. Jo për të kundërshtuar, se s'ka gjë për të kundërshtuar Leonardin, po do të saksojmë ca gjëra sepse ky emision disa herë shërben edhe për disa informacione, pse jo edhe për pak kulturë juridike. Jo ky lloj, po themi ky lloj kërkese e posaçme që është bërë, dyshimi ekziston, kjo është e padiskutueshme. Ky lloj dyshimi për të thënë të lutem. Edhe dyshuar thotë. Që ka dyshim apo jo, e kam këtu. Dyshimi ekziston që gjitha këto janë bërë me regji. Po. Pra, gjitha këto vonesa në momentin që ka ardhur nga prokurori e Barit, e derisa ka shkuar në Spak, kërkesa e Spakut, sa e ka mbajtur gjykata dhe derisa ka dalë vendimi i gjykatës dhe më pas zbatimi i vendimit të gjykatës akoma, të gjitha këto të lënë vend për dyshim. E qartë. Kjo është e padiskutueshme. Dhe me drejta për dyshuar, sidomos ne që bëjmë këtë profesion, është e padiskutueshme. Tani, duhet shpjegojmë diçka. Kur merren masat e sigurimit në mungesë, nuk ekzistojnë afatet 48 orë me 48 orë. Çfarë do të thotë? Nga momenti që shkon kërkesa, po themi, nga policia ose nga një organ tjetër, prokuroria ka 48 orë për të përgatitur kërkesën për gjykim për masën. Në momentin që shkon në gjykat, gjykata ka kohë 48 orë për të marrë një vendim për masën. Përndryshe lirohet i arrestuari. Por kjo është gjithmonë kur e kemi të arrestuar personin. Po nis po flasim për atë rast. Ta mbarojmë pra. Po dakor, po flasim për atë rast. Po tregon një gjë që është për te 20 majit, unë po flas përpara 20 majit. Edhe përpara po flas. Po s'po flet përpara. Edhe për përpara. Ti po flet për momentin kur ata janë kapur. Jo, s'po flas për kapur. Fare, e kapur është e qartë. Kur janë kapur nuk ka pas për vendim gjykate, ka pas dalë me 34 vendim gjykatës. Mbaroj, nuk po flas për këtë. Me këtë çfarë dua të them? Që në rastin konkret, këto afate jo se nuk i kanë si prokuroria, si gjykata. Problemi është, a ishin të nevojshme këto afate në, po themi, në shërtim ose më themi për efekt të këtij hetimi, do duheshin domosdoshmërisht ka gjatë
Po sumuar me të, unë fare. Po për këtë po merrem unë. Jo, mos u merr fare, më bëj pyetje unë dhe vazhdo kthe përgjigje. Po. Më tregot çfarë ndodhi 30 prill, 20 maj. Po për këtë, kjo është me zbatimin, kjo është zbatimi më kërkon zbatimin e vendimit. Nga policia. Po më kërkon nga SPAK. Ma tregote. SPAK-u nxjerr udhën e ekzekutimit dhe e çon policisë. Po. Mbaron punë. Ma. Ky është problem i policisë. 3 javë. Ë? 3 javë. Po, ky është problemi i policisë. Po se tha këtë Altin Domani. Po ai më thotë ç'të doj, po nuk është më ati, ai nxjerr urën e ekzekutimit dhe nuk e ekzekuton. Po se ka nxjerr urën e ekzekutimit, se urën e Po ekzekutimit nuk mbahet ke detyrë në momentin që ke vendimin. Atëherë Në momentin që ke nuk ke vendimin. informacion çaçe. Po jo, ke gabim. Se ke Ka informacion. nxjerr urën e ekzekutimit. Nuk e ke. Pastaj është Nuk e ke, policia do që të dëgjoj se nuk e ke urdhën. Nuk e ka gjetur. Po, mund të ketë shkuar 1 javë përpara, 2 javë përpara se më ka dëgjoj gjetur. një sekond se nuk e ke informacionin dhe prandaj Se po. këta janë masë në mungesë pra. Më dëgjoj një sekond më dëgjoj. Jepën në mungesë. Dakor pra, në mungesë dhe unë po të them edhe një herë tjetër. Nuk është kështu si thua ti, sepse urdhrin e ekzekutimit SPAK-u tek policia e ka çuar në datën 18 maj. 30 prill, 18 maj. Më dëgjoj me kujdes tani. Prandaj po të. Kjo është me fakte. Dhe në datë Nuk e di, unë se kam. Po dëgjoja pra, më dëgjoj deri në fund dhe pastaj më thuaj ju kam gabim, më s'ka problem. Është pak Në datën pa besueshme. Po më dëgjoj një herë më çaj. Po. 19 maj, në 19 maj, në darkë, Gjoja rodhi një informacion nga brenda SPAK-ut, nga vetë SPAK-u, nga vetë BKH-ja, në disa media, të mëdha dhe të vogla, ku thueshin jemi duke bërë një mega operacion të madh, por ju lutem juve mos e publikoni. Pra po i thoshte mediave, publikojeni aman. Ose po i thoshte atyre, ikni se po vim t'u kapim. Nëse urdhë e ekzekutimit është bërë 3 javë më pas, për mua absolutisht avokat, është absolutisht shkelje. Po çfarë të mund tani? Ka një vendim gjykate, ka një mas, mund edhe mos të gjykoj. Mund edhe mos të gjykoj. Këtë pra do duhet unë ja ta shpjegoj. Ama ka një gjë. Po. Nëse urdhë e ekzekutimit do kishte dalë me datë 1 maj, po themi, mund të duheshin 3 javë, mund të duheshin edhe 3 muaj për t'i kapur, për të zbatuar. Kjo është histori tjetër. S'po hyn këtu. Por ama urdhë e ekzekutimit do dalë në mënyrë të menjëhershme. Pasi kemi vendimin gjykatës. Po absolutisht po. Pra merret vendimi me datë 30, madje po atë ditë. Atë ditë. Po atë ditë, vjen urdhë ekzekutimit nga prokuroria. Atë ta shpjegoj një herë mirë dhe e mbyllim këtë histori. Po. Edhe një herë të lutem. Urdhri i SPAK-ut për policinë e shtetit, madje jo për gjithë policinë e shtetit, për një strukturë shumë të vogël se kishin frikë mos dekonspirojë. Ashtu, ka dalë në datën 18 maj. Këtë gjë e ka është thënë në ligjërat të drejtë vetë Altin Domani në momentin kur doli në konferencë për shtypje. Policia ka marrë 18 maj urdhën e ekzekutimit. Okej. Dhe kur ju bë pyetje Altin Domani tha, shiko tha, neve tha që i bëjmë tha ca gjëra tha në bashkërendime sipër tha. E dim vetë na se si. Dhe unë po të them pse e besoj shumë këtë variant, sepse po ti ishte kundërta, që ky ta nxirrte në datën 1 maj dhe policia t'i kapte këta në 20 maj, Altin Domani do bëheshe bish. Në konferencë për shtypje do thoshte policia e shtetit çiko kush ka. E bori e dekonspiroi se këta ikën, nuk i kapëm dot, nuk i vën këtu. E kupton se çfarë po flas? Jo, s'është deduksion. Unë po flas për atë që tha Domani. Po mirë pra. Ka urdhë ekzekutimi me datë 18 maj. Po pat kjo, atëherë jemi këtu. Flasim kot pastaj. Unë po them kështu. Ti vazhdon. Pyetja ime është, zotrin nderuar, çfarë pritet ti si SPAK që t'i arrestojë këta njerëz përpara 11 majit? Dhe a është pastaj e drejta dyshuese imja apo cili do që të thotë o zotri, po ti ke lënë këta për jashtë, që këta të prodhojnë një deputet në po këtë është debati. Do të thënë edhe diçka. Përpara Andri, përpara se ta vazhdosh edhe këtë fjalë i kam, me thënë do të thënë që qarku i Durrësit është paktën qarku me qëndrueshmërinë më të madhe në krahasuar me zgjedhjet e vitit 2021. Pra, jemi po në ato para 8-6. Në ato ujra. Po, pra do të thotë që nëse do kishim pasur po them arrestime gjëra të tjera, do kishte dalë 8-6 për këtë. Po pati qëndrueshmëri. Po ne po flasim tani analizojmë se më mund të dilte dalë 7-7 edhe prapë ashtu siç ishte. Un po them nisur nga kjo pjesë, un po dal deduksione ndoshta edhe të parakoshme. Pra,
ajo që po diskuton edhe opozita është që e gjitha kjo... Ne opozita. Aty të lutem. Këtë po thotë ky Jo, ti të ngritis stekën e ti aq doje. Ajo është që... Ju se majorantë. Ti do të direkt. Jo, nuk mund fare me ajo që po thotë edhe opozita, shtuar Edhe opozita thotë. që thotë avokati. Opozita. Si e shikon këtë pjesë? Opozita po thotë që SPAK nga armik i krimit zgjedhor është kthyer në bashkëpunëtor. Kjo është finaleja me fjalë. Kjo është kryeteza e le themi e Partisë Demokratike. Unë mund të jem dakord. Cili ka ngritur këtë po lene këtë tjetër. Tezën e nuk është opozita. Ndoshta më opozit janë këta këtu në studio se sa ky që ke mbrapa. Ky është ai që shkatroi opozitën. Se ti je opozitarizmi pavarësisht se unë bëj me humor se i kam miq. Opozita është dy avokatët 500.000 e ca vota, smundja heqësh këtë. Si do më do patjetër pjesë. Jo, them opozit tjetër që është patjetër, vazhdon ky. Sa janë opozit? Sa janë opozit me këtë? 500.000 vota pa Lulin. Ora patjetër. Po unë më dëgjoj çfarë them unë tani. Unë po them që unë më shumë vlerësoj opozitarizmin e zotrinëve se ky ka tendencën me shkatru PD-n. Po si e ke ti menimin? Na më thuaj ti se këta po e shkatrojnë PD-n. Unë bazohem fakte. Faktet janë kush ka shumicën e votave, ai është profesor. Po nuk e dim se janë provuar, po prandaj po them ky po shkatroj. Po pse i shkon bisedës që ka fajt skor? Po nuk e shkova unë bisedën ku e solli vetë. E vazhdojmë. Tani SPAK nga armik në bashkëpunëtor. Kjo është tema. Pra armik i krimit zgjedhor ka kaluar në bashkëpunëtor për shkak të nditjes fakteve siç e bën avokati dhe ka një vi logjike edhe qëndron. Jo nga armik. Ka qenë gjithmonë thotë ore ashtu hyn ata zgjedhje që ne do ndajmë kamzhik mbi opozitën dhe ndihmës për Kush e ka thënë? Hapa të lutem tani. Unë po them çfarë themi ne më burr. Unë po them çfarë themi ne. Unë po them çfarë themi ne. Ne themi që nga deduksioni që bën këtu në studio ma hiq opozitën. Dhe as PS-n as PD-n. Po e marrim sigur. Po e marrim sigur jemi të depolitizuar. Ore ne heqim të dy, po i bi që s'ka. Le të marrë një fjali pse na huç. Vazhdojmë. SPAK nga armik në bashkëpunëtor. Tani kështu e kuptova unë faktën. Okej, unë jam dakord se këtu gjithmonë tendenca e grupeve kriminale për të kapur pushtetin. Tani nuk është vetëm ky rasti që thotë Nardi, ka dhe raste tjera që kanë marrë leje ndërtimi, kanë marrë këtë, kanë marrë atë, tani se nuk e zbukuruan ai shumë opozita e studios, me opozitën që nuk e thot ky tjetri, ku pjesë e asajt grupit kriminal kishe edhe lidhje me PD. Tani këtë kapun të vërtetën, nuk po flas po bëjmë një, si thuash, një parantezë të asaj që dim më saktë. Pra, në këtë moment kemi një grup kriminal i cili ka futur duart qoftë në pushtet, qoftë pak këtu, pak atje, në opozit. Tani ideja është ne duhet të kapim, në këtë kontekst unë besoj se duhet të kapim se sa ndikim kanë pasur zgjedhje. Se ky besoj është debati tani se. Nuk është debati që u kapën ca grupe kriminale ose standardi i SPAK-ut. Këta janë profesionistë fushës dhe do patjetër edhe unë e bëj ndonjëherë që diskutoj që standardet. Kush janë standardet e prokurorisë posaçme, kush janë standardet e policisë, kush janë standardet e gjykatës që nuk respektohen dhe pse jemi këtë pikë. Po e bën këta tani çfarë them unë? Unë vetëm se mund të konfirmoj pretendimet e avokatëve. Kështu që në këtë kontekst unë besoj se duhet ta flasim kush ka qenë ndikimi në zgjedhje. Po pyetja është a ka drejt opozita në këtë tezë që ka ngritur? Po pra, kjo është pyetja. Opozita ka të nëse po i bën SPAK-ut ka të drejtë. Po nëse po i bie Partisë Socialiste nuk ka drejtë. Tani, bashkangjitur pyetjes që më bërë, ideja është që paktën gjykimin tim, këtu nuk i gjejmë dot lidhjen. Lidhet minimalisht do na e thot SPAK-u, po kush SPAK? Na bëj dhe pyetjen avokati. Ku SPAK? Ai që po zvarrit vendimin, ekzekutimin e vendimit të arrestimit? Në këtë tani po flasim për standarde, se këtu është një rrëmuj e madhe. Kujt ti besojmë më parë tani që këta kanë qenë ose kemi ndonjë indicie që kanë qenë të Partisë Socialiste ose kanë ndikuar në zgjedhjet e Partisë Socialiste, mund të kenë ndikuar në masë saktuar, po sa ka qenë masa, ose kanë ndikuar për Partinë Demokratike apo çdo subjekti tjetër për individ saktuar që kandidojnë brenda çdo subjekti politik. Kjo do ishte shumë e rëndë. Se kemi të provuar, ne. Po jo, kemi të provuar, por kemi ca indicie tani. Ne marrim. Kjo do ishte shumë e Kemi ca rëndë. indicie, po kjo pra është rëndesa gjë, se mua nuk më shqetëson se është një grup kriminal që po bën krime, se grupe kriminale krime bëjnë, këtu s'ka një habit modhe.
Tani duhet shikojmë investimin apo vullnetin e SPAK-ut se çfarë do të bëj kundra grupeve kriminale. kriminale. Atë bëj një pyetje unë. Po patjetër. Po vetëm jo diplomatike pastaj. Jo, unë ta them troç. Dy gjëra. S'kam Atë bën për edhe një diçka, ta shtoj diçka avokat, duket se Viz Doçi ka pas dhe mas tjetër dhe nuk është narrati tani, ka qenë edhe më përpara. I fjalë ka qenë narrati, nuk ka qenë në kërkim. Apo jo? Nuk ka qenë kërkim. S'ka Ka qenë kërkim? Fare. Okej, atëherë gabuam. Atëherë, Prandaj ishte pyetje. Krahasimin e bëra shumë të thjeshtë para dhe të thash, Erion Bami nxorri vendimin e gjykatës në datën 9 shkurt. Po. PKH-ja shkoi në datën 10 shkurt në zyrë Erion Veliaj dhe e arrestoi. Dakor, jo, e marr rast krahasimor, nuk ka lidhje. Tani, pse në këtë rast nuk ndodhi e njëjta gjë? E para dhe e dyta, pyeti që të duket normale që një kandidat për deputet në Durrës, i cili mediatikisht, se unë nuk e di se si është, mediatikisht nuk është në raport me shumë të tjerë dhe merr 20.000 vota. Patjetër pra. Deputet ka qenë. Prit një sekond. Unë nuk ja Berisha Hoxha spaletat atje. Ka qenë projektuar për ministër Rendi, tani ne gjithmonë ngrej pikë pyetje bashkie. Jo, ide çfarë mbi këtë po themi. Puna këtë është premisë duhet provuar kjo. Kjo është tjetër. Jo, duhet provuar. Tani ne sa herë kena thonë pa u provuar gjonat, kemi nxjerr deduksionet tona se po presim gjithmonë nga drejtësia, këtu si shëbë si gjon këtë vend. Në këtë kohë, por ama duhet vëmë ca piketa për sa i përket për ta vënë edhe para përgjegjësisë drejtësinë, por edhe politikën si thuash ose aktorët kryesorë politik. Ideja është tani te kjo pjesa që tek zoti Veliaj nuk e kam për Velian përgjithësisht se mund dalim, por te zoti Veliaj ka qenë një nga rastet më të veçanta, besoj që janë ndjekur deri tani nga SPAK-u, jo vetëm për angazhimin për t'i bërë sa më shpejt punët, a thu sikur po ikte gjë punë ky. Që hiqe Veliaj. Po te Meta pse bën një të gjë? Edhe Meta në njësoj më është. Po pse se bën këtu pra? Kjo është pyetja. Po pra, sepse me grupet kriminale ka, Nardi, po ne di shumë mirë, grupet kriminale kanë njerëzit e tyre. Nuk po them tani SPAK se unë tani. Ne po artikulojmë diçka që ndoshta Asberisha se ka artikuluar me së drejtë. Po, ndoshta. Po grupet kriminale kanë po i tekalojnë paktën ato. I kanë njerëzit e tyre në gjykata, prokurori, polici, tash këtë ta pranojnë. Të bëjmë një analizë të asaj çfarë ka thënë Berisha. Berisha thotë masakër zgjedhore, vjedhje në masë, po, manipulim në shkallë të gjerë, po, përdorimi i administratës publike si administratë zgjedhore, që është i fakt edhe kjo, pra në gjithë aspektet, por nëse këtu do shtojmë edhe këtë që edhe SPAK-u ka qenë në shërbim të Partisë Socialiste për të vjedhur votat, kjo pastaj është shumë e rëndë. Atë e thot Berisha. Sidomos e tha sot, bëjmë për të nxjerrim nga burgu këta që i ka fut SPAK-u e para. Në rastin konkret, nëse do vendosim edhe këtë, po them, dhe Berisha, nëse po t'jemi pa korrekt, i është përmbajtur pikërisht këtyre tezave që unë sapo thash, sepse janë tek raporti paraprak i ose Beodirit. Patjetër. Dhe ka thënë që as më shumë as më pak këtë kemi çuar. Madje edhe kompania e cila lobon Shtetet e Bashkuara pikërisht ka marrë ato gjetje, po themi, ose konstatime që ka bërë ose Beodiri në lidhje në raportin paraprak. Pjesa tjetër më pas, nëse këtu do shtojmë edhe këtë që SPAK-u si strukturë e posaçme, i cila do duhet të tonë të krimin zgjedhor, madje kishte ngritur edhe një task force. Jo vetëm që nuk e bëri këtë, dhe siç e tha Andri, pra në rastin konkret, por ishte edhe bashkëpunëtore në vjedhje e votave, mu më duket dhe është i diçka shumë e rëndë. Jo, po fakti që nuk e kanë kryer ekzekutivin atë vendimet ato të dyshon, pse pas zgjedhjeve dhe jo para zgjedhjeve. Nuk e kanë parë. Dhe tjetra që është shumë e rëndësishme. Po mos jetë për votat. Ta them, unë kam deduksione të tjera. Mos jetë për votat. Pse para zgjedhjeve pas zgjedhjeve. Unë besoj se kanë. Prit një sekondë, atë ta them, mund të ketë influencë po nga bandat, nga grupet kriminale, jo vetëm rasti këtu, por gjithmonë ka influencë që jo po shtyje, jo po mbaj, jo po tentojnë që t'i blejnë, se ka aty grupe interesi i gjejnë këta fijet e tyre. Unë nuk besoj se kanë arritur, ndoshta, po them që nuk e di me fjalë, po them që është për zgjedhjet. Nuk e besoj se quhet si më thën pa besim mund ta kishte bërë përpara për aq sa se kishin këta gjën grupe edhe mos njonin del grupi tjetër për herë, se dalin kështu si kërputhat mbas shiut. Problemi është unë besoj ka disa linja logjike. Mund të jetë edhe influenca që kanë dashur me bë për ta shujtur rastin. Jo, a do të bëj një pyetje këtu. Po duhet Konstantin Vogël. Jo, mos rrim ke ky rast avokat, dalim tani tek ajo. Zgjedhjet po dalin, zgjedhjet kena dalë. Zgjedhjet më kena dalë. Imagjinoni vetëm pak
ose ndoshta s'doni të futeni te imagjinata ime, Jo, unë futem, po më shikoj. pëlqen më imagjinatën. Sikur kjo të ndodhte, pat kishte ndodhur arrestimi në datën 2-3 maj. Po. Ju mendoni domethënë që nuk do kishte pasur asnjë lloj ndikimi në Durrës kjo gjë? Patjetër mund të ketë pasur, Gjithë edhe Shqipërinë mos do ketë kishte pasur. Ja. Po nuk e them, tani prandaj, ke mirë kishte. pra, o Nardi, kjo është tani të spekuloj. Po s'pe spekulojnë, kjo ne jetojmë në një këtë lloj realiteti, mos më thuaj domethënë që nëse do ishte bërë gjithë ajo mega operacion. Po se dia janë marrë me drogë, ama janë marrë për Ajo bota. tjetër histori. Jo, po them, nuk e di a janë marrë me Ajo drogë. tjetër histori. Po Partia Demokratike thotë që po janë marrë, ka dhe një deputet për cilin janë investuar. Ore, për atë punë mos u merr fare sepse edhe ata që quajtën mega operacion për mua ishte flu sapuni. Sepse dalin dy prokurori aty, Spaku dhe prokuroria italiane, edhe nuk nxjerrin aty një gram drogë të sekuestruar, 1 gram. Të kapën flagrancë, po flasëm se ata nxorën ca pamje aty, pa do pamje diken marrë dhe para 6 viteve ata. 1 gram drogë, dhe se si do shkojnë këta në gjykat është problemi tyre. Sepse nuk mund shkosh ti në gjykat thjesht me Sky ECC dhe me Nuredin Dumani, në zotri. Do të kesh prova. Dhe prova është droga, paraja e kapur në flagrancë. Dhe ti aty na i shite neve si mega operacion, dhe unë po të them që në aty nuk ishte as 1 gram drogë, edhe as një fletush euro 500 euroshe. Për këtë po flasim, po unë nuk po merrem me këtë histori se kjo është thelbësisht juridike dhe penale. Ne po merrem me pjesën e zgjedhjeve. Unë po them, mua më linde drejta të dyshoj fort, madje në mendjen time jam çipësh i sigurt që ky do kishte një ndikim shumë të madh. Në qoftë se do kishte ndodhur përpara. Shtoj këtu, edhe sikur e din Kondili, edhe sikur e din Kondili, kishte dalë, edhe grupin e Kavajës, po e quajnë grupin e Kavajës, s'e quhet grupi, po meqense i sugjestojnë 3-4 telefona aty. Do ta kishte bërë pazi edhe jo pas, do kishte më shumë vlerë. Nardo, më fal, të të bëj një pyetje, po ta marr këtë grupin kriminal si agjenci lobimi. E zëm se është agjenci lobimi, se në këtë kontekst agjenci lobimi i bie që këta t'japin një favor, t'japin ca vota për zgjedhjet, më basta të marrin jo le ndërtimi, jo favore, tendera, etc. Zëres është agjenci lobimi. Çai kushton kësaj kompanie, që është organizatë kriminale, po ta them se është shoqëri aksionere. Çai kushton kësaj shoqërie aksionere që të loboj të këtë dy? Dhe pse duhet ketë bërë pse mos ketë ndihmuar të dy dhe pse në PD-n? Po sa unë se ho thash të kundërtën këtu. Jo, nuk po them, po bëj pyetje më ashtu s'po them se thaj këtë. Po pse mendojmë se do kishte ndryshuar rezultatin zgjedhje? Unë besoj se ndikimi mund të ka qenë njësoj, duke ndihmu të dyja palët, me besimin se nesër pas nesër do I duhet, pse ta prishun me pushtetin? Ndoshta në Durrës nuk është kështu, nuk e di më po. Këtu dihen ca lidhje dhe s'po them, ne po bëjmë imagjinacë, ne nuk I kemi fal. Dakor, unë po them që ata gazetarët pikpyetje ngrehin kot. Unë po them një gjë të madhe. Ndërhyrën zgjedhja pas sondazhit. Që thotë Nardi është kjo, nëse do ishin arrestuar përpara, po, do kishte ndikim zgjedhje patjetër. Jo, përveç kësaj, për kë nuk e di. Minimalisht. Do ishte patjetër. Ore minimalisht, si tha, do kishte tremor dhe ca tjera në matan, mo. Minimalisht ta 50 do ishin vota. Po çfarë? Çfarë them unë? Jo, more po them minimalen fare, nuk e kuptova, ishte ironi, po. Jo, e kuptova shumë. Është drejt ajo që thua. Po minimalisht 7-50 nuk do kishin votuar, se mund të kenë votuar 50 Partia Socialiste. Më thonjë sa po them. Po edhe ti them. Kështu që ndikim ka, po mund të jetë shumë më I madh për shkak dyshimeve që kemi ne të arsyeshme dhe ne si media që disa kandidatë janë favorizuar, po kush kanë qenë grupet e interesit nuk e them dot. Nuk mund të them dot që janë Jo, ore, si jemi këtu për ato. Ne jemi këtu për të gjykuar. Por që patjetër do kishte pas ndikim. A është e vërtet kjo që thotë opozita? Kjo pastaj se ku ka ndikuar, janë përdorur grupe kriminale. Kjo pastaj se ku ka ndikuar, në çfarë pjesë, në majtas apo djathtas, ka një emision tjetër këtu, që quhet Sken krimi, ato e merren zgjen ata po. Jo, pyetja është që shtrojmë ne këtu, nuk është më, nuk është pyetja është legjitime, kërkesa PD-s. Ne po themi që nuk është për këtyre. Kërkesa e opozitës është, kjo është masakër zgjedhore. Këto janë ato të thonë. Po. Me fjalë, përgjigjet tona kanë qenë mbi këtë temë, që pretendimet e opozitës do ishin pretendime, po prit para ta marrë fjalën. Do ishin pretendime nëse ata do ishin si ne këtu në studio duke bërë rolin e gazetarit ose ekspertit ligjor. Po nga ana që janë parti, subjekt politik, që mund të kenë bashkëpunuar dhe këta me këto subjekte, mos me këtë me rivalet e këtyre, mos me këtë me një më të vogël se këta, nuk ka rëndësi. Ne po themi, plaga është që ka ndikim në zgjedhje dhe organizata majtas dhe djathtas.
Tani, edhe majtas dhe djathtas dhe majtas si qik në qendër kanë gjithandej për në jetim tani. Po pse se dori opozita këtë që thashu më se unë nuk shpika në gjë këtu. Se më duket vite domethënë sikur ka mos shpik rrotën tani po. Pse se ndorën këta dhe thonë ja ko shkresa Karën një shkurt, 19 mars, 30 Tani ka për ta dëgjuar do ta nxjerrë nesër. A ka drejt partia demokratike. S'kan jurist ata atje. Po e thon pra. Po këtë po them, Ne po them po ngrem një tezë, kurse ka ngritur as opozita. Po kjo është është çka ka ngritur Berisha. Ko çka ka ngritur? Kjo është Opozita bashkëpunëtore me Spakun. Nga